Ajo ngjyra pink, se pink e kanë këta, mund të themi neve roz, po. Se s'ka një pink, kështu që të kanë dhe terat. Si e buru dojgjën gjitha, do ka thonë lentra, tesera, që ishin, se i gishin ca kështu tesera, sa paketa, ishin ca kështu, sa fletorja, që do libra, instruksione për partinë. Ato ishin një nga kryeveprat dhe një nga karmat më të bukura. Ke parasysh ngjyra pink është ajo që i sollin pushtet. Me ngjyrën pink janë futi flamingo. Janë puplat e flamingo. Janë futi flamingo me pink flamingo. Dhe pastaj ditën që ky doli dhe mbajti atë fjalimin e vet, se si do ndryshoj Partinë Socialiste nga një parti që ishte sipas tij në funksion të fitores zgjedhore në një parti të Big Brotherit, të kontrollit familjar të çdo shqiptari, pra një parti fuksash dhe spionësh, ku ai tha zyrtarisht dhe tash do ta kthejmë partinë në një patronazhim social, ku ne të dim çdo hall që kanë njerëzit. Çdo hall që kanë njerëzit, pra e ktheu partinë në një parti fuksash zyrtarisht dhe jure, jo për një grup fuksash, po e gjitha parti fuksash, të një patronazhimi të Big Brotherit, që do ta trajtoj pastaj çka ka bërë ai, çka ka thënë ai, çka do të më bëj ai. Atë ditë, kur ai tha tash do ta bëjmë kështu Partinë Socialiste, partia i dogji tesat aty. Ja dogji, po ato tesat pink, ke parasysh, ai marri fjalimin pink para ditë dhe ai mori flak ndarkë se avon zjarrin po vetës. Prush. Sa e bukur. Dhe kishin bën një kështu si zgar ata, mes sheshit. Po ishte shumë histori e bukur, po ti se di historinë tamam. Historia ishte që Vilsoni me Gracianën, dy shokët tanë, atë ditë u nisën për në Polician, se Gracianë është ka Policiani. Dhe shkuan, ke parasysh se Graciani i thotë Vilsonit dhe mua që do jetë e mura. Ne e thamë, ama do jetë po ti e di socialistët. Keni gabim, nuk është punë socialistës, është punë Policiani. Ju nuk e njihni Policianin. Policiani është ndërtuar si qytet nga inxhinier, nga artistë, pavarësisht kohës etj etj. Dhe është një qytet që gjën e parë që ka ndërtuar ka qenë qendra kulturore, nuk ka ndërtuar shtëpiat, gjëja e parë. Është një qytet që ju nuk e njihni, nuk e keni idenë, që qyteti po mbledhet që është komunitet, një komunitet i fortë. Natyrisht është majtës. Është ndërtuar në kohën e komunizmit, është ndërtuar si qytet i komunizmit, industrial ushtarak, po qytet trimash. Edhe në 97 dhe nuk u xun me artë, erdhën na sulmuan tha dhe u vranë edhe ikën. U mbrojt qyteti nga vetë Poliçanës. Dhe ju nuk e njihni Poliçanin, jo, i thësha unë të kot të Remenja, socialistët ti e di, do e drejtin, do e bëjnë. Edhe Vilsoni natyrisht, si gjithmonë Vilsoni kurioz, ke parasysh. Do shkoj, unë nuk mund të shkoj ato se isha në angazhime të tjera. Edhe shkojnë ata atje. Edhe merrte telefon Vilsoni Altin, i emocionuar komplet. Thoshte, po më dridhen duart në celular, thoshte, nga entuziazmi që shoftë. Po këtu ka më shumë se në Tiranë, tha. Si mund ka më shumë? Që qyteti dhe ka dhe nga Këtu janë gjithë, po nuk ka mosh, tha. Janë të gjitha moshat. Po të shosh edhe në terraca pallatesh, tha. Nuk kam pa kështu, tha. Edhe ishte një kështu revolt e madhe e Glacelën, unë kam shumë qef e Glacelën. Jo se ka dalë Big Brother, bires se kam para si gjon Big Brother. E Glacelën kam qef si personazh, si artiste. E kam pas gjithmonë qef bënte një super shfaqje online. Ma djalin që është në Australi, harroj emrin, që ke Portokallia, të Shiaksa, është dhe e fantastik, dhe bësh një super gjetje komike, serial, dhe unë ndisha rregullisht, ke shumë qef, për mënyrën si bëjnë në humorin detallit. Dhe është gocë e lexuar, gocë me tru dhe gocë e fortë. Dhe bërtiste, ajo aq bukur si aktore, edhe unë i shifsha në video live direkt. Pasha dhe video interesant. Unë thëmë në e vekë, shu ta kemi anash, edhe pas zëdhë, ke parasysh në sfond, edhe sinqerisht ishte një gjë jashtëzakonshme, sepse Poliçani ta ka marrë gjithmonë si kështjellë, ke parasysh, duket edhe nga numri i votave. Ata i vun flakën jo teserave të PS-së tyre. Ata i vun flakën PS-së të Shqipërisë. Ka bu komplet. Po. Ata kanë shërbyer si një tronditje e brendshme, tronditje themeli në të gjithë Shqipërinë. Dhe kemi një përhapje valësh të atyre flakëve të teserave të Partisë Socialiste në të gjithë Shqipërinë. Kjo mund të ketë qenë një nga pikat e forta, mund të them unë, nga pikat e forta, që ta friksoi Ramën që na e plasi në shtator, me zgjedhjet parakohshme, brenda 45 ditësh që ai të përdorit patronazhistët, komisionerët, policinë, shtetin për të fituar zgjedhjet.
që ti fitoj ai prapë. Po dore që apo fitoj prapë. Popullin do, ke parasysh me këtë teori. Që e kemi frikë si lëvizje, sepse ajo që kemi shumë frikë nuk është Rama që do bëj këtë gjë. Ajo që kemi shumë frikë janë partitë e tjera që do futen lojë. Më kupton logjikën që është PD-ja, është Tiku Sorosit, është Agroshej dhe Arrin Qori që do duan të përdorin çastin që të vjedhin pa kënaqësi popullore me mandate deputetësh, po jo të shpëtojnë Shqipërinë, se ata duan partinë, nuk duan Shqipërinë. Se Shqipëria nuk shpëton me zgjedhje parakoshme që do bënte Rama për 45 ditë me këtë sistem zgjedhor dhe me këtë skem patronazhimi. Shqipëria ka nevojë si s'bën për një sistem komplet tjetër zgjedhor. Shqipëria ka nevojë për një sistem proporcional të hapur, sepse ka nevojë që të pastrojë klasën politike. E vetmja mënyrë që njerëzit të ndikojnë se kush duhet të jetë parlament dhe kush nuk duhet të jetë dhe kush të angazhohen politik janë listat e hapura. Listat e mbyllura e vrasin çdo lloj mundësie për rigjenerim të klasës politike, sepse është kryetari që cakton listën. I veti parë, kështu me radhë, nuk kupton logjikën. Një listë e hapur do të detyronte partitë që të kishin figura interesante që mbledhin vota. Dhe kjo do diversifikonte komplet gjendjen e kënetës, ose më saktë, çkënecmo, të ujrave të zeza të politikës shqiptare. Kupton logjikën? Se do i pastronte, do ishte si një sifon i madh, sepse do sillte figurat komplet tjera. Kupton, nga që njerëzit janë neveritur nga këta. Pra do krijonte një, si thosh, pamje tjetër të personazheve që të paktën duken dhe surratit. Ti e mban në podcastin e kaluar që unë paraqita këngën Gomari Babatasit si një manual, një guid për të njohur fytyrat e deputetëve, se nuk e dim kush janë. Edhe vura domaten dhe vezën, anash pikërisht që njerëzit ta dinë ku t'i gjuajnë. Mos ngatrohen se nuk i njohin. Shpëtojnë se nuk i dinë se kush janë. Po në një listë të hapur, ti do votosh atë që njeh apo jo? Pra, do kishim ca personazhe, të cilët do kenë një raporti me popullin, nga vota e tyre, do varesh nga e tyre. Dhe një skemë e tillë që të futemi në zgjedhje me këtë sistem komisionerësh që janë gjithë pazargji hajdut votash, ne nuk do të ndryshonim në gjë të madhe. Përkundër të fitonte prapë PS-ja. Apo një koalicion i PS-s me të tretë, apo një koalicion i PS-PD-s, tro çfarë me ta thonë. Koncepti qëndron që ne nuk duam zgjedhje parakoshme dhe dje, kur doqën teserat, PS-ja mori një tronditje aq të madhe, sa kuptoi që rrena e madhe e Ramës, që unë kam 800.000 mandate, 800.000 vota, dhe kam të qerikosur 83 mandatet, nuk ngjit më, kur dhe të doli Poliçani kundër. Kur të doli Partia Socialiste kundër, kur kryetari i partisë dogji Teser dhe Adoreqe, kryetari i partisë Poliçan, llogaritë ç'është ambienti jemi aty. Sa i kuq është ambienti, jo pink, i kuq është ambienti aty. Rama friksuar po zgjedhje parakoshme. Ka menduar që ka i parti që ka marrë goditje të brendshme. Edhe nuk është po se muri nga Poliçani. Poliçani është simptoma, është shfaqje, është ky trup është i vdekur, është i smur. S'ka garancie me të vetën. Dhe kjo ka qenë një fitore jashtëzakonisht shumë e Poliçanit, që unë përshëndes gjithë poliçanasit, pavarësisht ngjarjeve politike, ngjyrave që kemi. Unë jam i djathtë në pikpamjet e mia, konservator, po më shumë se sa i djathtë dhe sa i maç, këtu diskutojmë do të jemi jemi patriot. Pra tu kam më vlerë i djathtë, ima apo fare. Në këtë moment fare, zero. Këtë rast vjen vetëm një pyetje, a je patriot? Dhe nëse je patriot, do këtë vend? A do me shpëtu këtë vend? Se ky vend është duket siç e kanë nisur. Dhe këtë do të trajtojmë sot. Rasti Poliçanit, që po shfaqet tani si një vaj që po përhapet gjithë Shqipërinë, ishte divjaka pësh. Natyrisht ata nuk i dojën teserat, se tjetër mentalitet. Më kupton, nuk janë danoçe si ata të Poliçanit. Ke parasysh socialistë aty prapë se kush dalin kundër, po teserën e mbajnë fort. Problemi është që ka marrë tronditje PS-ja në themel, gjithë Shqipërinë. Janë 20 bashkive, kryesisht PS-sja, ku ka PD-ja bashkë. Dhe në këtë logjik, ngjarja e Poliçanit është një ngjarje që përcakton vetë në vetë si ngjarja e javës. Ajo është një djegje e teserave të Partisë Socialiste në Poliçan. Duhet t'i vëmendja nga ajo. Nuk duhet t'i Duhet t'i se mediat e kanë ves, shpejt marrin punë, nxjerrin një gjë tjetër, veç tana shkalojnë, nuk t'i vëmendja se gjë e madhe. Duhet marrë gjallë e frym dhe mbi të gjitha. Protesta e Tiranës në gusht ka nevojë dhe për gjithë qytetarët, sidomos ata të Poliçanit që janë shpërndarë në Tiranë apo që janë vinë nga diaspora, se janë shumë. Duhet të ketë nga të gjitha bashkitë që do shkrihen, edhe si një lloj kontributi personal çdo qytetari që të mbrojë qytetin e tij, historinë e tij personale.
Pse po i zhduk Rama bashkit, pse Poliçani kështu? Pse po i zhduk Rama bashkit cilat ka një histori? Për çfarë arsye? Rama po i zhduk se po i zhduk historinë, po i zhduk identitetin, po i zhduk konceptin. Tani, po të mendosh, si Mirdita, si disa qytete, janë histori. Për shembull, një nga gjërat e mira që ka prodhuar kjo protestë është edhe friksimi i këtij sistemi, se një nga gjërat që kemi thënë që në fillim ka qenë që Rama kanë plan të zhdukit Delvinën, të zhdukit dhe Konispolin. Në fakt janë dy qendra historike të patriotizmit dhe identitetit dhe të mbrojtjes së zonës. Por mbi të gjitha e çajnë atë konceptin që do të krijojë ky klan anti-shqiptar grek që do të shpiki fjalën e Vorujepir dhe si Vorujepir grek dhe doni që Konispoli, Saranda, Delvina dhe Imara si thosh të ishin në një blok të përbashkët. Pra, Saranda dhe Imara. Dhe koncepti i tij ishte që duke zhdukur Konispolin dhe Delvinën nga harta, ndërtonin bashki që kanë edhe minoritet brenda. Dhe nëpërmjet kësaj të përdornin që nga kufiri me Greqinë deri në Karaburun kemi minoritet. E kuptove legji. Imara dhe Delvina ja presin edhe në hartë këtë përpjekje. Kurse kur e fut në klap zgjidhen e si puna Donbasit deri në Krime me Rusën, ke parasysh logjik. Ne e thamë që ky do ishte një verbal anti-shqiptar në ato momente nuk mund të ketë më qetësi, në ato momente do të ketë përballje agresive se ti s'mundet dot të ndërtosh këto projekte anti-shqiptare në mes shqiptarëve, ku asnjë s'ta pranon. S'ka rëndësi majta i djathtë. Këtu çështja është patriotike dhe unë besoj që kjo protestë është protesta më e madhe patriotike në historinë e Shqipërisë, që ka bashkuar majtë të djathtë, konservatorë dhe liberal, ka bashkuar madje edhe Gates me konservatorët, në gjithë protestë janë të gjithë dhe kjo je pasaj proteste në ngjyrën patriotike, sepse ata që vinë aty, pavarësisht se të jenë të majtë të djathtë, janë patriotë. Shumë interesante. Çdo ditë ka nga i gjotë të re, edhe ka nga i gjotë bukur. Po, Punë të Zotit. ish fiks punë të Zotit e është me gjimen me shtin kokë, që ka i Zotë si. Po, në fakt, po është karma. Rama kanë planin me prezantuesit e BPS-n si partinë e fuksave të Shqipërisë. Dhe thotë ne tash do marrim në BPS-n, do bëjmë reorganizime. Atë ditë i digjen 500 tesera. Po i rëzohet një komplet zonë. Do të thënë, ajo që kishte planifikuar Rama, thoshte, nuk e parashikonte këtë tesera, asnjë se parashikonte. Këto janë punë të Zotit. Kolpo. A ne vazhdojmë neve se vazhdojmë entuziazëm dhe nuk lodhemi, se kemi një energji që na vjen nga lart, që do na shpëtojë. Është energjia që i ka dhënë gjithmonë shqiptarëve në momente kritike të historisë që ta shpëtojnë. Shiko, ashtu si e kanë situatën tash ata që janë ngritur në atë lloj forme. Dhe ishte mirë kush të ketë mundësi të vinë në Tiranë protestë. Po aty fitohet Poliçani, në protestë kur rrezohet Rama. Kur rrezohet Rama, rrezohet dhe reforma. Pra, Poliçani duhet kuptojë që fitoria e tyre varet nga argëzimi i Ramës. Dhe në Tiranë rrezohet Rama, nuk rrezohet Poliçani. Të gjithë rreth ta dinë këtë gjë, që Tiranë rrezohet Rama. Do të vinë, do të bëjnë aty protesta gjatë ditëve, por do të vinë në Tiranë. Dikush thotë që unë s'kam mundësi ekonomike, jam i sigurt që në çdo komunitet ka njerëz që duan aq fort protestë sa ndihmonin ata që nuk kanë mundësi që të vinë në Tiranë dhe të kthehen prapë. Është e sigurt që në gjithë Shqipërinë ka njerëz që i kanë mundësi financiare të ndihmojnë ata që duan të shkojnë protestë. Ti gjejnë aty kanë komunitetet e tyre kanë. Ishte histori shumë e bukur këtë javë, që dy çuna të ri kishin dëgjuar ke emisioni i mëngjesit me Klevis Mukën që e përshëndesim, ke 24 një burrë që thoshte ore kam marrë një dyert apo zvit dot se nuk kam para ata. Nuk i kam mundësi, jam pensionista, nuk kam lek. Ju kuptoni sa është i pension në Shqipëri. Ishin nis dy çunë, e kishin gjetë nga Tirana, e kishin marrë. E kishin sjellë në Tiranë, sa e bukur ishte si histori, ishte jashtëzakonshme. Si histori e mrekullueshme. Dhe sinqerisht jam i bindur që i bëj thirrje çdo kujt që do të vijë se ka mundësi të na rrethet, të kërkojnë komunitetin vet njerëz që janë gati ta mbështesin se ka sa duash. Ore thot, dua të shkoj, po më ndihmoni të shkoj financiarisht, ta mbuloj këtë drejtë se dëgjoj, ka dhe problem, është teknik. Në Shqipëri është ndërtuar një skem shumë e ndyrë e poshtër anti-shqiptare e transportit interurban. Pse e them e poshtër anti-shqiptare? Sepse ka ndërtuar një skem të tillë që në Shqipëri deri në një orë caktuar mund të lëvizësh me linjat publike.
pra me autobusën interurban, furgonat e vet, duke marrë kontroll këtë transport, këta nuk kanë krijuar hapësirën që të ketë një transport vazhduar. Pse duhet të ketë deri në orë saktë? Për shembull marrim rastin Durrës-Tiranë, që kemi më tipike. Në Durrës-Tiranë linja përfundon 7:30 apo në verë. Ndihmën 7. Pra është e fundit linjë. Më fal, po sa njerëz punojnë në Tiranë mbas dite? Nga Durrësi. Sa njerëz nga Tirana punojnë në Durrës mbas dite? Pra pas orës 7. Sa dush. Tani me çfarë mjetesh do udhëtojnë këta njerëz? Pyetja është ti si shtet, pse i pengon ata që duan të ofrojnë këtë shërbim? Se të pengojnë, nuk lenë. Ti ti të kapi furgonin, pse nuk i lejon mbas orës 7:30? Mirë, dakor, deri 7:30 kemi autobusa. Se ja, çdo gjysore ka një autobus, apo? Po mbas orës 7:30. Por se ti nuk e liberalizon deri në mëngjes tregën? Vin vetë gjejnë punën njerëzit. Ai me furgon e gjen vetë punën. Gjen vetë apo jeni dispozicione? Po, dhe jepi drejtën e licencës. Jepi drejtën e licencës, na afro. Ku vizon edhe bukur është miqe me autobusin, po të lën nuk të futas në Tiranë, të lën atë që Le pastaj pislloku. Nga ti të morësh autobus tjetër. Po është pislllok marr taksi pastaj. Taksi. Pislloku është i madh. Pse? Çfarë i kushton këtyre që ta vinë gjithë ke bulevardi i ri? Më thuaj ti mua. Të gjithë këto bën një pit stop aty. Pra nuk ke pasur bën një ndalesë, aty vinë dhe hypin, edhe s'ka nevojë të shkojnë deri atje. Po e di robi, po e kapi, jo të presi gjithkohës aty, se stacioni ka ku e ka. Pra, këto gjona kanë krijuar një bllokim qarkullimi të gjakut të trupit shqiptar. Skema. Dhe janë skema anti-lëvizje, sepse anti-lëvizja e dëmton shoqërinë, e dëmton ekonominë, i dëmton zhvillimin. Edhe njerëzit kur vinë në Tiranë, vërtet protesta është orën 7. Po si do kthehen? Si do vinë 10 darkë si më. Pra, vi me flet në hotel. Pra, ka një kosto shumë të lartë, duhet kesh makinë dispozicion. Dhe unë sinqerisht u bëj thirrje gjithë atyre që duan të vinë, që janë nga rrethet, të kërkojnë në komunitet ndihmë jo si lypsar, jo, se po vinë për kaos të madhe. Të vinë Tiranë se përfaqësues qytetit të tyre. Pra, këta janë njerëz të cilët po vinë në emër të tjerëve, në emër të qytetit të tyre, natyrisht për vete vinë. Dhe kanë në qytet, është sigurt. Në çdo qytet, biznesmen të vegjël që kanë një gjë që ta mbulojnë ty shkuar dhe ardhur, është e sigurt. Aq malore o Altin se po them, mund të çohet dikush që ka fugon transport. Mush me njerëz të vet atje, kush ka qef me ardh, thot hajde bëjmë rrugë, se funa po e që ka brandi. A ditë realisht nuk ja pa bytha, se e që licencën nesme. Po jepini lek njerëzve, jepini lek transporti njerëzve. Jepini lek transporti njerëzve, sepse i gje vetë robi se i shkon. Po kjo është kuptove logjikë. Pa rënë sy fare, pa e marrë vesh njeri fare. Jepini lek njerëzve që duan të shkojnë në Tiranë. Jepini lek për të ardhur dhe për të kthyer. E keni mundësinë kudo që jeni ju që doni të ndihmoni protestë, ju që jeni me protestë. Është e sigurt 1 miliard% që në çdo qytet të Shqipërisë ka njerëz të tillë që janë gati të ofrojnë këtë shërbim. Gjithë sekreti qëndron që s'do të pas turp me kërku ndihmë se po shkon përfaqësosh komunitetin tënd atje në Tiranë. Çdo njeri që vjen nga ju në Tiranë, është një person me ikov acidin dorë që po tret me acidin e vet, po gryen këtë sistem anti-shqiptar. Po bën një punë të jashtëzakonshme për Shqipërinë. Është akt patriotik, është një akt i jashtëzakonshëm, njerëzor dhe human dhe qytetar, dhe çdo kush që vjen nga rrethet në protestë Tiranë, duhet ta mendojë sikur është në luftë. Sikur po vjen të shpëtojë Shqipërinë në rast lufte. Altin, shpjegoj gjë të vogël më vëlla. Tash këta të Poliçanit. Ku do përplaseshin këta vëlla për gjithë një hall në bashki? Beraz. Sa larg është abulet? Po tani mendojmë edhe transportin dhe gjithë tjerat. Pa që është më rëndësishme jashtë se njerëzit kanë menduar që Poliçani ka thjesht probleme me transportin. Nuk kanë kuptuar asgjë nga Poliçani dhe unë po shpjegoj sot. Pak njerëz e dinë, çdo thot identitet i atij që është Poliçan. Po që ka qenë Poliçan. Identitet historik personal jetës vetë. Duke qenë një zonë izoluar në kuptimin gjeografik të fjalës, kjo zonë ka të forcuar shumë komunitetin me vetveten. Dhe njerëzit kanë qenë shumë të lidhur me njëri tjetrin. Dhe kur ti takon një njeri nga Poliçani, do habitesh me këtë. Them po ti ta testosh vetë, unë ja eksperimentoj gjithë aty që na ndjekin, pavarësisht bindjeve politike ngjyrave,
Kur dy njerëz nga Pulçani takohen, fillojnë të tregojnë historitë e tyre. Dhe kështu nuk pushon. E dyta, kur ti pyet një nga Pulçani për Pulçanin, e flet me shumë pasion. Ka një marrëdhënie të ngushtë të jetës personale, të identitetit të tij, kulturës të historisë të tij personale që i vogël, që në kopësh, shkollë, mesme, 10-vjeçare, lagja, rrugët, që jo vetëm që i dinë se është i vogël si qytet, por që kanë lidhje me ato emocionale. Ka të bëjë me historinë. Ka të bëjë me ekzistencën tënde, nuk ka të bëjë me bukurinë e një objekti. Ka të bëjë me vlerën historike të syve të jetës të tij personale, është i gjallë objekti për të. Se ka të bëjë me jetën e tij. Dhe njerëzit e Pulçanit ja të pyesësh Eglën për shkak se ti mund ta marrësh në ditë ta ftosh podcast Eglën. Egla është fantastike si personazh. Edhe ftoa, unë them ftoa edhe për këtë histori, edhe këtë periudhë. Me qeft më për zotin, është më e freskët. Ta krijojmë lidhjen. Nuk e kuptoj. Thuaj mos e vit me. Thuaj me zë. Ua, harrova një gjë të jashtëzakonshme. Asa bura, je i madh. Harrova gjë, të gjithë Pulçanit, vëlla, kur flas për Pulçanin, nuk ekziston mundësia të mos të flasë për hijen e Malit Tomorit. Po e tha dhe aty kur po jepte dorëçin ai tha, jam tuta përball Malit Tomorit, si e tha. Nuk ekziston një fort. Një rast i vetëm që një i Pulçanit të flasë për Pulçanin dhe të mos të flasë për hijen e Malit Tomorit. Dhe ka të bëjë me një lloj energjie që ta e ndjejnë, ta thonë, po kur takon dy Pulçanas njëkohësisht ta vjen dhe atëherë mund ta kuptosh. Se kur e dëgjon ke njëri thua më se kështu e mendon kë. Kur takojnë dy, po që nuk janë bashkë në atë çast, pra që ta kanë bërë me hile, po që takojnë rastisht dhe ti e prezant, ti e kupton atë fjalë. Mali Tomorit ka një energji të jashtëzakonshme. Ka shumë histori, teori, unë nuk do merrem sot me to, nuk jam unë kompetenti, por ekziston një fakt. Efekti, ndikimi që ka Mali Tomorit në jetën e individit të komunitetit Pulçanit është unike. Dhe thënë, ata njerëz, se tush, kanë një raport energjie me Malin e Tomorit. Dhe ti e di që Mali i Tomorit nuk është një mal thjesht gjeografik, është një mal historik. Ka të bëjë me lashtësinë, ka të bëjë me perëndit, ka të bëjë me legjendat, ka të bëjë me folklorin, me fetë, por mbi të gjitha, ka të bëjë me një identitet fort. Dhe të gjithë flasin për energji. Se çfarë, se qysh, se si jam unë kompetenti, por është një fakt se si ndikon ke njerëz. Ke ndyra si njerëzit e perceptojnë atë. Pra ne nuk po diskutojmë sot ç'është Mali i Tomorit, se ne nuk e dim. Po ne mund ta dim dhe mund ta pohojmë me 100% që njerëzit janë të ndikuar nga Mali i Tomorit në atë zonë. Dhe ata e thonë vetë. Dhe Pulçani është një qytet që ka pas gjithmonë një pretendim personal mbi kulturën, duke i vënë prioritet formimit kulturor të individit në zonët e tyre. Pra, kanë pas gjithmonë respekt për kulturën. Kush i njeh flet, kush i njeh s'na kupton. Do ta njohësh ta kuptosh. E kanë pas gjithmonë të fortë identitetin kultural dhe qytetar mbi të gjitha. Dhe kjo është edhe me shumë budalliqe të tipit, ke parasysh që jo se ne Pulçani, jo pa ata të Beratit, jo pa ata të Sklaparit, jo pa ata të fshatit, që këto janë gjithmonë në Shqipëri. Po këta e gjën fort të pjesën e identitetit qytetar. E kanë shumë të theksuar këtë. Dhe realisht ajo që i ka ndodhur Ramës në Pulçan, unë mendoj që hyn ke goditet e forta. Ke goditet themelore, për shkak se ka ndodhur vend e dur. Dhe kur them unë punë të Zotit, nuk t'i them kotën. Unë e besoj këtë që. Edhe Mali i Tomorit është punë e Zotit. Edhe hija e Malit Tomorit mbi qytet, se e përdojnë si fjalë ata, hija e Malit, është në kuptimin e mirë të fjalës. Është një energji e fuqishme. I filloi Ramës pikërisht aty kishte çuar negociator Rama, kishin përzën. Edhe kishin thënë hajde vin këtu deputetët të japin llogari. Po pse kush shkel më atje? Kur do shkelim më do kush atje? Jo vezë domate, se ne kemi me vezë domate. Kush di me çaj kanë, ta janë me shalqiet. Çfarë shalqiet? Covid, sa tjetë, me pjepër kaq të Po, të nolli, se ne presim nolli dhe gjonash, si që jemi në këto kushte për momentin, po që të nolli i problem, dhe të nolli specifikisht me i vend që ta amplifikon problemin në mënyrë të papame,
Është fiks llapi që ti thu gjithmonë, punë e Zotit. Janë punë e Zotit. Dhe po thoya lidhje me qytetin dhe arsyen pse këta janë kundër zhdukjes së bashkisë Poliçan. Të ta shpjegoj se i kam kuptuar unë. Unë nuk pash që ishte thjesht punë transporti. Siç u ngritën shumë qytete të tjera që po jemi larg e kështu. Në Poliçan është thënë gjë tjetër. Dhe unë mendoj që kjo vlen për gjithë Shqipërinë, për gjitha bashkitë e Shqipërisë. Ata folën për një argument që ishte shumë i fortë dhe duhet të reflektuar shumë. Ata nuk folën thjesht për transport. Larg, jemi larg, jo. Folën për identitet. Do na zhdukni identitetin ton të Poliçanit? Do na zhdukni nga historia, nga harta Poliçanit? Po ashtu i pita, ai s'ka ardhur. Po absolutisht. E bërë mulla. Po absolutisht. I vedhi emër për bashkët të gjithë zonës. Po ju më ka vënë emrin e Berat. Beat gjithës. E ka vënë Berat. Domethënë, ti po merr mua identitetin. Çfarë ndodh Poliçan? Ta shpjegoj se vlen për gjithë Shqipërinë kjo. Nuk po merrem Poliçanin, po Poliçani është vendi nga duhet kuptohet gjithë Shqipëria. Dhe harta territoriale mbi të gjitha. Në Poliçan ata folën gjatë gjithë kohës për identitetin. Si do të zhdukni Poliçanin historinë tonë, jetën tonë? Ata flisin për memorie. Ata flisin për identitet të tyre si njerëz që kanë jetuar në këtë zonë. Pra qytetin ata kanë themeluar vetë, është ndërtuar brez pas brezi, kanë jetuar bashkë dhe mbi gjitha e kanë mbrojtur bashkë. Siç ka qenë rasti i 97. Ka pas dhe një histori të madhe në 92-shin me Poliçanin, që është e jashtëzakonshme si histori. Në vitin 92 pas një kryengritje, gati të armatosur në Poliçan. Sepse vajtën këta njësisë mbrojtjes për të marrë armatimin e Poliçanit. Edhe ai prodhoi një revoltë se do prishte fabrikat. Mami që po prishin fabrikat ato. Ata kanë mbrojt vetë. Fabrika e Poliçanit, ushtarakët që mbrojt nga ata. Ka pas një konflikt madh. U bën arrestime, u bën gjyqje, pati përplasje të madh, po u tërhoq policia dhe ushtria. Nuk u përballoi, ishte koha Berishës. Poliçani në 97 u armatos për të mbrojtur qytetin. Nuk ka ndodhur Poliçani që ka ndodhur në Shqipëri në 97. E di ti? Në 97 i dogjën qytetet, ata e rujtën. Ata e rujtën si qytet. Dhe ti di pse zgjidhet gjithmonë ky tipi? Çfarë ka ky Silvin Artura, çfarë ka ky? Ky zgjidhet se ka qenë marrë dorë i parë duke mbrojtur qytetin. Në çunë e zonës, ky bashkë me shokët e vet dolën para, vunë armët. Po vinë ata për godit qytetin. Ato bandat e Beratit, ke parasysh. Ta plasën të marrë me automatik mitraloza, me kundra tank kanë gjujt. U plagosën ca, vdiqën ca, nuk e di, i ikën hajdutit, bandat, se vajtën për të marrë qytetin, ke parasysh bandat. Ky qytet është ky. Po këta ka histori, kanë jetën e tyre. Dhe këtyre nuk u bën një pislëk se po i heqin këtë. Këtyre po i vrasin idenë e Poliçanit që kanë kokë. Idenë e jetës tyre, idenë e shoqënisë tyre, historisë tyre personale. Dhe gjëja që u fol më pak në reformën territoriale, debatin politik kundër reformës, ishte identiteti. Gjëja që u fol më pak. Dhe dua ta shpjegoj këtë çështën e identitetit, që Poliçani ishte i pari dhe i vetmi që e hapi dhe që po përhapet gjithandej, ka të bëjë me çfarë jam unë, kush jam unë, jeta ime kush ishte. Dhe do të shpjegoj dy histori. Do të shpjegoj një histori në Durrës, që njerëzit e mbajnë mend gjithë, dhe që unë si Altin nuk do heq dorë asnjëherë që sheshi para bashkisë Durrës të kthehet siç ka qenë. Kjo ndyrësi që ka ndërtuar aty të zhduket dhe të ribëhet Shatrivani siç ka qenë në vitin 1120, që kanë bërë Durrësakët. Po të bëhet identik, të mos i ndryshojë milimetri. Sepse kur ata hoqën Shatrivanin në Durrës, ata nuk hoqën Shatrivanin, këtë duhet të shpjegoj. Ata hoqën fotografitë e çdo familje që kishte Shatrivani. Objektivi ka qenë krejtësisht anti-dursak, anti-shqiptar. Ka qenë me vra në shtëpinë tate, fotografinë tate, historinë tate, memorien tate, se ti në të vend ke dalë me shokët e klasës. Po i ke dalë me shokët e klasës si takon më se i ke jashtëtit gjithë. Ke dalë me shokët e klasës disa klasave, 90-vjeçare, mesme. Ti ke dalë me familjar. Ti ke dalë me dashur, ke dalë me gruan, ke dalë me fëmijë. Ke dalë me babin, me mamin, ke dalë me gjyshin që më se si ke më njetë, më kupton logjikën. Po ja s'ke çaj tregov fëmijës tat, se shef foton e nuk ka lokacion aty. Po pra, ata po të vrasin ty fotografinë që ke në shtëpi para po të vrasin historinë tate.
Dhe ta nuk e hoqën Shatrivanin për ta bërë më të bukur. Lektës është mashtrimi më i madh në botë. Unë kam qenë çdo ditë protest. Unë kam qenë çdo ditë protest. Vija nga Tirana apo nga plazhi në varësi të datës, sepse në atë kohë nuk ndodhi vetëm në gusht protesta dhe vazhdoi. Unë kam qenë korri gusht çdo ditë protest. Dhe isha i pari që e thirra unë proteste sa për informacion. Pasi më qelloi rastisht që isha në atë vend duke protestuar për plazhet publike dhe s'kishte ujë Shatrivan dhe e ngrita si çështje. Dhe një ditë dola për të mbushur Shatrivanin me ujë. Blindi një psikopati botërore që njerëzit ishin ujë me akun kokë. E mban mend atë histori? Dhe kjo bëhet gjëja në emër të një sensibilizimi ndërkombëtar për të një smundje njerëzish, që unë se besova fare. Dhe mu duk një psikopati e madhe. Dhe unë ç'bëra, thira media dhe tha do e bëj dhënë se filloi ta bëj Berisha, Meta, ku di unë, bëshin kështu politikanët. Jo unë gjithë. Edhe një dalun do e bëj dhënë, thash. Po u habitë se në kisha shajtë të që. Edhe kisha marrë njoftim, kisha dhënë njoftim, kisha marrë një 2 televizione në telefon dhe merdhen, gazetarë. Akoma thishte fillu censura, mas disa javësh filloi censura ndaj meje. Në 1 shtator ka filluar censura 2014. Edhe shkoj ke Shatrivani, unë kisha marrë legenin, kisha marrë ta bidona ujë dhe kisha marrë tuf me agull që kisha boke shtëpia, qesët modhe. Edhe një tahus ke legeni, para kamera dhe po më filmonin, përshëndes dhe Adën, që ka qenë atë ditë aty, dhe në atë moment që unë e bëj këtë veprim, unë bërtas, ka marrë të mush Shatrivani me ujë. S'ka marrë për ato budalliqet që po e tjerë. Pra përdora këtë, me që kishte përhapje mediatike, hashtagjet e tjerë, për të protestuar, pse ky Shatrivan nuk ka ujë? Sepse ky Shatrivan duhet të ketë ujë në verë. Më kupton atë vap, po edhe për bukurinë, ka nevojë qyteti. Kur këta fillojnë të thonë do e prish. Nuk e bën prej meje, rastisi gjëja, kupton? Po u ndodha aty dhe fillova dhe unë thira protestën e parë, sa e mora vesh, isha këtë parë që e mora vesh. Dhe u mblodhën dursakët. Dhe unë kam arsyetuar, argumentuar në atë kohë një gjë që këta në Shqipëri, në median shqiptare, në televizion, në analistët, as e kishin fare në konsiderat. Unë fola vetëm për identitet. Unë thash, ky Shatrivan nuk synon që të ndryshoj sheshi për bukur. Këta do vrasin sheshin që të vrasin fotografitë. Këta do prishin Shatrivan që të vrasin fotografitë e njerëzve që i kanë shtëpia. Se duhet vrasin dursaku. Këta duan të zhdukin dursaku. Duan që kur thet të qytet mos ta njohë qyteti. Që të mos ndihet më pjesë e këtij qyteti. Ka ikur të mos kthehet më. Në kuptimin që ky s'është më qyteti i tij. Dhe ky do vazhdojnë gjithë Shqipërinë dhe quhet rilindje urbane. Atë ditë kam denoncuar projektin e tyre më të anti-shqiptar arkitektonik që është bërë në Shqipëri, që quhet rilindja urbane. Ishte zhdukja nëpërmjet fasadave e çdo memori historike të çdo qyteti të Shqipërisë. Filloi zhdukja e fotografive që kemi në shtëpia. Filloi zhdukja e memorjes tonë, raportit tonë me qytetin. Dhe psikopatia më e madhe është që ky piktori, ky artisti që erdhi në pushtet duke na mashtruar në vitin 2000, unë kam një nga të mashtruarit, me sloganin më të bukur në botë, kthim në identitet. Dhe bëri fasadat e ministrive në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Dhe unë kam qenë një nga partizanët e Edi Ramës të vitin 2000. A më të mëdhenj. Pse? Sepse erdhi me një ofertë që ne njerëzit që e duam qytetin, në kuptimin edhe filozofik të fjalës qytetit, dhe kuptimin sociologjik, edhe psikologjik, jo thjesht unë Tiranën, më kupton logjikën, ne njerëz që e duam qytetin, pra e duam qytetarin, ne na erdhi, si thosh, një slogan i cili na bleu mendjen dhe shpirtin. Në një Tiranë plot me kioska, që ishte lënë çdo gjë në 10 vjet, del njëri dhe thotë, që sa të bukur administrisë që kanë qenë kone zonë. Shumë i zjude, ka po gjetje të bukur. Më falë, vlla. E di kë kishte e këshilltar. Vërna po them. Aman o burë. Këta kanë gjenë gjën më të bukur në botë, çufo gjenë gjën më të bukur në botë dhe të mashtrojnë ty me gjën më të bukur duke bërë gjën më të keqe në botë. Më të keqe në botë. Të kunë tha që të thoj. Edhe rilindja urbane duhet të ishte kthim identitet apo jo? Rilindje. Pa ta kthejmë siç ka qenë apo jo? Në fakt ishte si thosh rrafshim historisë, rrafshimi memorjes dhe i bën të gjitha qytetet me të njëjtën pamje. Pra po ti shohësh të byrë për makinës, kur ti shkon nga qyteti në qytet kanë të njëjtën pamje, të njëjtën lloj pllake, të njëjtën lloj arkitekture, të njëjtën lloj stoli, të njëjtën lloj gjëje, dhe ti nuk e di se cili qytet je. Lloj sheshit identike. Sepse plani i tyre është të rrafshojnë ty identitetin.
Të rrafshojnë ty raportin, rrënjën tënde në vendin tënd, që ti të ikësh nga ky vend dhe mos lesh asgjë, dhe mos kesh asgjë për të kthyer. Poliçani u artikuluar. Poliçani tregoi që aty mes maleve, me hijen e Babatomorit, më kuptove logjikën, solli një energji që ka të bëjë me identitetin ton kombëtar. Tha identiteti Poliçani, nuk tha kam Beratin. Dhe kjo ishte shumë e fuqishme. Sepse të gjithë e kthyen një çështje mekanizmi funksionaliteti. Pra e kthyen në formën territoriale u apo si do rrinë ato aq larg etj. Jo vlla, ka të bëjë me zhdukjen tonë. Me shpopullimin është fol aty dhe është fol për agjent shpopullim. Nuk është fol për shpopullim si proces, siç bëjnë këta gjithë mençurit e politikës Tiranës, sepse kanë frikë thënë agjent shpopullim. Folën për agjent shpopullimi dhe vrasin identitetit të qytetit tyre për ta bërë qytetin pa vlerë. Dhe në Shqipëri, ky rasti po tregoja me Shatrivanin e Durrësit, ka ndodhur para 12 vjetësh. Ja ku jemi sot. Dhe po ta them, në Tiranë ka ndodhur një gjë. Në Tiranë janë fiks pa frikë fare mbi 1 milion fotografi. Iku sheshi. Që hoqën shkallët mbrapa Skënderbeut. Dhe hoqën bordurat kelulishta po Skënderbeut. Mos gabojmë, se ka qenë një herë një debat ka pas dash me që edhe Skënderbeu me spostuar. Po, dhe e ka në plan. O, të keq. Dhe e ka në plan. Po më le ta çoj deri në fund këtë, sepse këtu ne nuk mund themi vetëm Edi Rama. Po Lulzim Basha ku e lam. Se shkruaj larg deputetët që kanë Ben Ali aty valla. Pra erdhi Lulzim Basha, kryetar bashkie, dhe ditën e parë dha urdhër që të rregullohej sheshi. Dhe isha shumë dakord, të rregullohet se ishte 10 vjet që e mbante Rama për 50 milion lekë të vjetra me pllaka të prishme që ti kur udhtoje në Tiranë, momenti do vije ke shesh në Bell thoshte mos e fillonte makina bab. Edhe ngadal, edhe prishej, edhe harxhonte karburant, sepse Rama donte që ne të vuanim ke sheshi Skënderbeu. Për kokë time po ta them këtë gjë. Po të jap kështu. Unë si Altin jam gati. Të vej dorën zjarr dhe sfidoj këtë do të ma edh poshtë. Që Rama 10 vjet nga dritare e bashkisë e dinte shumë mirë se ishte vetë aty që ai shesh donte shumë pak punë për të rregulluar. Dhe një ditë kemi bërë një protest, morëm një karrocë me rër, morëm lopata dhe kemi rregulluar në një zonë. Në shojmë protestën e bashkisë që se bën. Ajo zonë rregulloi kollaj. Nuk donte ta rregullonte. Që ne të vuanim aty, sepse ai është shpirt lik që nuk e ka pa njëri me sy. Ai kënaqe kur dilte ke dritare e zyrës dhe e shifte sheshin, se si zvarriteshin makinat. Dhe Basha tash i vjen për ta rregulluar këtë problem. Dhe këtu jemi gjithë dakord. Dhe siç i bën aty që bën një kepesi linjes. Por nuk duhet prekte pllakat e Skënderbeut. Që janë poshtë, shkallët, dhe zonën e fotografive. Dhe erdhi pastaj Aerovelia që e kputi fare ashtu dhe bëri atë shëmtim. Ajo është zona që ka bënë me historinë tonë. Erdhi dha lustrën ai. Çdo kush që është jashtë shtetit, kur vinte në Tiranë, sinqerisht, kur kalonte aty i kujtoheshe fotografia aty kur ka qenë kopësht. Kur ka qenë klasë parë, ditën e parë të shkollës. E kishim si ritual në Tiranë. Ditën e parë të shkollës do shkonin të bënin një fotografi me familjen tek Skënderbeu, poshtë Skënderbeut. Unë kam fotografitë e mia, i kam gjitha, duke dalë ditën e parë, i kam dhe në Facebook, i kam nxjerr. Ke shkallët. Kam me klasën time, klasë 4, me profesor Safajin, dhe ishte viti që doli në pension me ne doli, që është një nga njerëzit që kanë ndikuar më shumë në jetën time për të dashuruar dijen. Se ai na tregonte me aq bukuri, me aq ëmbëlsi dhe me aq humor, ishte nga ato profesorët e fshatit francez si model në ato filmat. Ke parasysh një profesor i vjetër me kostum gjithmonë, i pastër, ke parë rregull, që na bënte në klasë 4 të gjitha lëndët. Po kur na shpjegonte historinë, letërsinë, mënyra si i bënte ai ishte jashtëzakonshme, se kishte edhe tip humori, bënte hypte më te tavolinës më burr. Na tregonte në shpellë si mësuan zjarrin njerëzit e parë, hypte më tavolinës klas. Gjithaj burr vente karrikën, hypte brenda dhe bënte kështu bu. Qeshnin e marrojshin, po të fiksonte, të jepte dashni për dijen, më kupton logjikën. Dhe un kam dalë fotografi me të. Unë e quaj nga fotografitë më të bukura të jetës time, fotografi me klasën time në klasë 4. Aty kanë fotografi me shoqëninë time në klasa të ndryshme. Aty kanë fotografi me vllajin. Ai është në shkollë, unë jam kopësht. Aty kanë fotografi me gjyshen. Kanë fotografi me mamin, me babin. Kanë fotografi si familje komplet. Të gjithë ne kemi fotografi aty. Ja vajte në Tiranë. Ti je emigrant, ke ikë para 23 vjetësh.
Çfarë do të ngasmonte ty po ta shifshe atë vend, fotografitë që ke bërë aty. Dhe mendo të ishe me fëmijët e tu. Do i merrsh fëmijët, të bëj një foto siç kanë bërë me ty kur ke qenë fëmijë. Fix fare. Pse i zhdukën? I zhdukën se duan të na vrasin brenda arsyen pse ne jemi këta që jemi shqiptar. Duan na vrasin identitetin. Dhe ky është një proces agjende çufosh që ka sjellë Soros në Shqipëri në emër të shoqërisë hapur quhet, për të vrarë identitet, për të shpikur multi-identitet dhe qytetarin e botës që nuk ka një qytet të tij. Është thelbësore për filozofinë e shoqërisë hapur të çufave. Është thelbësore. Është baza e filozofisë tyre. Është fondacioni Soros që e ka në themel këtë filozofi. Ti s'duhet të kesh qytet. Çdo qytet është i joti dhe ti je qytetari i gjithë botës. Dhe Rama dhe të gjithë tjerët kur vrasin këto stola, këto shatrivane, këto shkallë, këto emra si Poliçani, në fakt këta janë thjesht ekzekutorë, janë doracë. Nuk janë këta atë që po e bëjnë. Këta janë zbatuesit. Këta janë doracët që kanë marrë lekët për të na vrarë neve, po urdhrat i kanë dhënë kjo mafie e ndyrë globale çufosh, me familjet Soros, me familjet e Bibit, Kushtere, gjithë çfarë janë nëpër botë, të gjitha grupet e tyre që duan të zhdukin fare historitë e vendeve dhe në rastin ton ne jemi domen i familjes Soros që do ta kthejë Shqipërinë në Izraelin e ri të shoqërisë së hapur. Dhe ky është proces i luftës, ky është luftë, është njësoj si të rrafshosh të gjithë memorien historike të një qyteti nëpërmjet një bombardimi. Po ata nuk e bëjnë bombardim të punë. S'ka nevojë. E bëjnë me fadroma. Me stil. E bëjnë me fadroma. Edhe në Poliçan lindi pikërisht kjo fjalë që duhet t'ia kujtoj Divjakës, duhet t'ia kujtoj Prenjasit, duhet t'ia kujtoj Gramshit, duhet t'ia kujtoj kujt të tjetë. Vlla, jo vetëm transporti dhe lartësia është problem për bashkinë tuaj që s'është më bashki. Është identiteti, është historia juaj, është ekzistenca juaj këtë botë. Është qyteti juaj që është në hartë. Tash si do jetë në hartën administrative qyteti juaj? S'do ekzistojë më. Do zhduket edhe nga harta. Shiko, imagjino mas sa vitesh nga jeti vlla. Po. Jo, nga Berati. Nga Poliçani. Nga Berati vlla. Nga Poliçani. Po s'ka Poliçan ka ardha, Berati do të çuni më shumë thot, ka Berati. Nga Berati do të çuni vetë. Ti si nga Poliçani. Ti do të thosh, ore vlla, ka qenë, imagjino thush për vendin tan. Ore ka qenë një kështu. Edhe ky brezi i thot, më vlla Berati dhe për Berati do flasi për Berati. Hajde ja shpjegoj tash. Po fëmijës vetë do të shpjegoj. Jo. Po fëmijës vetë. Po fëmijë vetë. Babi nga jeti? Baj vetë Nga Poliçani se kubi Poliçani. Si dem shkolla. Babi këtu ke harta, unë nëse kam detyrat e shtëpisë do t'i thotë. Do t'i them mësuesit kush janë bashkitë e Shqipërisë. Thuj Poliçan, po s'është më bab. Nga që babin alien, pse? E thot i vend për që s'ekziston ke harta. Është për zotin, është me e thonë me tamam. Thot i vend për që s'ekziston ke harta. Ku është? S'ka. Pra, ta kuptojnë njerëzit, nuk po flasim për reforma, për territoriale, për shatrivan të bukur apo të shëmtuar. Po flasim për një bandë armike, kuislinge, të pushtuesit, të kolonizimit të Shqipërisë, e cila kanë projekt për të na vrarë dhe po na vret për ditë me mjetet e veta. Një ndërto është na vrasi fotografinë, kemi dalë në tund Durrës shatrivani Durrësit, apo kemi dalë në Tiranë, ke Skënderbeu. Sa të do hall. Po për ditë nga halli i ri e burr. Dgjoj, lufta, kjo është lufta. Ne jemi luftë me armikun, do shpëtoj Shqipëria apo jo. Kjo varet nga ne. Kush na ndjek, mund të na shaj sa doj, po gjithë mund na thot kurrë që s'po luftojmë për Shqipërinë. Shikon luftë vëlla, o godet ti. Edhe vret sa veta ose të godet, ai të vret sa veta. Kurse këtë radhë, ai të godet dhe vetë në vete. Çdo kush që e ka vendin e tij të origjinës nga një bashki që do zhduket, duhet ta kuptojë që ka vetëm një mënyrë për ta shpëtuar bashkën e vet. Nuk ka vetëm marrë armët. Mjafton të vi shesh. Dorëzojmë Ramën, se vetëm duke rrezuar Ramën do shpëtosh ti qytetin tënd. Pra, janë 20 bashki, janë 20 qytete dhe fshatra, pra 20 qytete që kanë dhe fshatra të anësh, që duhet ta mendojnë sot më shumë se kurrë që ka një detyrë ndaj historisë jetës vetë personale, të mbrojnë historinë e tyre. E vetëm për ta mbrojtur historinë e familjare, personale të tyre, është të vinë në Tiranë që të rrezojmë Tiranën. Dhe ata që na thonë, jo po s'do rrezojmë Tiranën, të jenë të bindur që çdo ditë ne po e gërryejmë ata, aty po i ndodhin gjëra, si ndodhin Poliçan,
Po i ndodhin gjëra, siç po i ndodh Divjake e qytete tjera, po i ndodhin gjëra që po ja zhbëjnë pushtetin. Ne po e dobësojmë atë. Ne jemi në një proces të përditshëm dobësimit të tij. Me këto ritme që kemi nisur ne, unë nuk e imagjinoj se do të ai në shtator sa i dobët do të pavarësisht atë që bën kështu si arrogant, që unë spyes për ju, po unë do ta shpjegoj të sot ke protesta sepse e gjithë sa thot ai është e gjitha fake dhe është një aktrim i sforcuar sepse vërtet është një gjë krejtë që do t'ju tregoj sot. Nga ajo që kam kuptuar unë, që si e mendoj? Që e fort. Shikojnë 5 Se unë kam luksin vlla që e njoh nga afër, e njoh të shkuarën, ja njoh gjithë Sorosin, ja njoh gjithë grupin dhe hyke njerëzit që kam shumë të qartë në kokën time çfarë ndodh në kampin e armikut, se njoh armikun mirë. Ke parasysh diçka, po se njoh armikun nga brenda, e ke shumë vështirë ta luftosh nga jashtë. Orban ishte i vetmi që arriti të izoloj Sorosin në Hungari dhe në Evropë. Pse? Se i njifte nga brenda, kishte pas lidhje me fondacionin e Soros në kohën e viteve 90, njësoj si unë në kohë. Dhe realisht, unë e njoh mirë Sorosin për shkak të viteve 90, fillimi 2000 nga brenda dhe e njoh po nga viti 2003 nga jashtë. Shumë mirë, sepse ja di ata që ka pas brenda dhe si ka funksionuar. Dhe sot do ju tregoj përse Rama, kur ju flet juve gjithë pamërdit, do thot, po vema të këndojnë ata të bëjnë një këngë, fshit diçka krejt tjetër që do ja shpjegoj. Sipas atij që njeh nga brenda. Ti di në për filma e ke bëu këtë punë, ai që njeh nga brenda mafia dita luftoi, ai që nga jashtë shumë do të gjë. Kjo ishte e bukur kjo. Ore, po mirë, si tush i plasi këtu, bomba. Po kjo puna e kësajt më kur Big Brother i ri, socialist. Kam plan me bëni këshuaj një gjë të bukur të parlamentit. Tash njerëzit kur lexojnë mediat, lexojnë titujt apo. Po ti shohin dhe figurën vetëm, ashtu si janë bën njerëzit zor. Unë kur shoh titujt, vendos nëse do të lexoj tekstin apo jo, është diagonal me copa apo të gjithin. Por që kur kam mësuar inteligjencën artificiale, të përdor për analiza, unë që bëj marr tekste dhe ja hedh inteligjencën artificiale ChatGPT-s, çeli ti them më shkurt, dhe i bëj disa pyetje. Në rasti se kur s'kam kohë, më bëj një analizë teksti për çfarë flet kjo histori. Ma përmbledhe. Pastaj them analizo mas bërthe. Në rastin konkret, unë kam marrë 2 fjalimet e Ramës, mora një atë që tha për Befën, mora edhe këtë. Dhe i hodha në inteligjencë artificiale. Thash, çan këto 2 tekste dhe kush dyshimit i tyre. Dhe ajo ftot fare bëri zbërthimin. Momentin që ajo po zbërthente, përmend patronazhimin. Dhe teksti i parë drejtohej shtetit, teksti i dytë partisë. Shteti drejtohej që nuk ka nevojë të bëjmë drita ujë, rrugë, po është puna se si do mashtërojmë njerëzit. Tekstu si do manipulojmë njerëzit. Pra çështja e perceptimi ishte formati. Pra si e percepton publiku, të ndryshojmë perceptimin e publikut për ne. Pra si do i manipulojmë, do i rrejmë. Këtë teksti i dytë ishte si do i kthejmë Partinë Socialiste, dëgjoj me shumë vëmendje, në një parti të patronazhimit social dhe jo më politik. Dëgjoj edhe një herë. Si do e kthejmë Partinë Socialiste në një formacion fuksash të patronazhimit social dhe jo thjesht politik. Çdo thot social dhe jo thjesht politik. Dhe ai shpjegonte dhe unë i hyra, pastaj sepse kur zbulova që paska diçka për të marrë nga ky tekst, fillova të merrem me. Unë analizova dhe kam bërë dhe një qasje që dhe do e botoj. Koncepti ishte që ai ka bërë thirrje që patronazhimi i Partisë Socialiste ka një defekt, është patronazhim elektoral vetëm në një çast. Pra 4 vjet e monitorojmë për një çast, e përdorim në një çast. Është për gjithë zgjedhjet. Po. Jo, tha, do ta bëjmë tani të përditshëm. Tani tha, ne duhet dim çfarë hallesh ka çdo familje brenda familjes. Për ditë. Pra, e ka djalin e martuar apo beqar? Ka ndonjë problem shteti? Ka ndonjë borxh? Ka ndonjë kredi? Çdo gjë.
Natyrisht që kjo ka ekzistuar disi, po ka ekzistuar më tepër në nevojën e ditës zgjedhjeve. Tani kjo është të bëjmë menaxhimin e tij të ditës, sepse kallnin që kjo protestë e përditshme kërkon një përgjigje të përditshme. Dhe tha do ta kthej partinë në parti të patronazhimit social. Ke pak këtë lajm në media ti? Tash sa njerëz kemi që quhen analista? Sa kemi ne njerëz që punojnë në media? Po sa që merren në politikë? Sa dush. Pra e ke ekskluzive këtë që po them sot, sepse ne kemi të bëjmë me një kategori prodhuesisht narrativë zyrtare në televizione, portale, media, të cilët nga një anë i shërbejnë kraut X, nga ana tjetër kanë dhe nivelin X tyre profesional. Pra aq janë të aftë kuptoj. Ata nuk kanë kuptuar që lajmi më i rëndësishëm politik i javës përveç digjes të serave ishte dita e serave që Rama shpalli kthimin e Partisë Socialiste në partinë e patronazhimit total, pra partinë e fuqëllimit zyrtar. Në kohën e komunizmit ishte sigurimi i shtetit dhe partia. Dhe kishte një rregull. Nëse ti je antar partie, ti s'mund të jesh bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit. Kishte bërë një ndarje Verhoxha midis sigurimit të shtetit dhe partisë. Dhe në thelb, koncepti i sigurimit të shtetit dhe i partisë ishin të ndarë. Natyrisht që partia drejtonte sigurimin e shtetit, por sigurimi i shtetit nuk mund të kishte bashkëpunëtor brenda Partisë Socialiste, por do të kishte komunistë të cilët e ndihmojnë sigurimin e shtetit. Ma kuptove diferencat. Pra ata në organizatën bazë partisë duhet të ngrenin shqetësimet. Më kuptoj logjikën. Tani këta kanë ndërtuar një skemë kretre. Në vitin 2013 kur erdhën pushtet, këta kapën shtetin dhe u bë parti shtet. Me kalimin e viteve, për shkak të pushtetit absolut të rritjes së Ramës, ai e ktheu shtetin në parti dhe e hëngri partinë. Pra, nëse partia vajti të kapi shtetin, në një moment shteti i hëngri partinë. U bë shteti partia. Po si? Jo parti shtet, po shtet parti. Nëse më kupton. Pra deri dje kemi thënë parti shtet. Pra dhe partia ka dhe shtetin. Jo, shteti kishte partinë. Dhe ky mekanizëm që ndërtoi Rama e bëri që administrata ishte struktura e tij elektorale. Jo partia. Dhe kjo struktura elektorale që ishte shteti, i ndante detyrat brenda institucionit dhe patronazhimi në thelb ishte shtetëror. Në momentin që ne flasim, që kishim pra një shtet parti, ky vendosi që vetë shtet partia do të kthehet në një strukturë fuqëlliku, spionimi. Sepse i ka ngelur vetëm agjendor, nuk ka më gjë të bëjë. Në Shqipëri nuk ka më frymë politike. Pra, fryma socialiste nuk ekziston më. Është linjë. Ka lidhje me socialistë. Dhe kjo frymë aktuale është një frymë e paras, interesave dhe shërbimeve. Pra shkthyer në një parti klienteliste. Siç ka qenë dikur LSI-ja, kur u shpik. Dhe u kthye në një parti nga ideologjike në një parti tani të biznesit, të marrëdhënies ekonomike. Pra ti do punosh panazhite ke rrogën kaq, pagu shteti për ty. Ti do marrësh të tendrin, po ti duhet të kesh kujdes për ti do të kesh televizion këtë. Dhe sot ai ka shpallur, pra, ditën e poliçan pardje, ka shpallur zyrtarisht patronazhimin e ri social. Fuqëllik në çdo familje për çdo gjë. Dhe po të ditë që dojën të ardhat, sepse ai e ka ngritur të çështjen, po me këtë do e zbatoj. Dhe duke marrë në konsiderat tashmë përdorimin e inteligjencës artificiale, një shtet Big Brotheri, fuqëlliku total, e kthen Ramën në pozitat e një bunkeri, që kërkon të kontrollojë gjithë Shqipërinë nëpërmjet strukturës vetë shtetërore. Se ai parti nuk ka më, partia po i djeg testat. Më kuptove gjë. Ai ka ndërtuar një formacion të palishëm shtetëror, armisor, që i ka shpallë luftë Shqipërisë, ku i ka ngelur pak njerëz në këtë mekanizëm, dhe ky njeri që është në guvën e tij, në bunkerin e tij fshehur si Hitleri, po bën mekanizmat e fundit. Monitoron me monitora me kamerën njerëz. Kjo është arsye që ne kur duam të themi ndaj gjë të mendshme në protestë, ne vendorëm këtu. Kur themi ndaj gjë, sepse ka vënë kamera me inteligjencë artificiale që të lexojë gjuhën nëpërmjet buzëve. Çfarë thua? Ka vënë te kryeministria kamera me inteligjencë artificiale që të lexojnë buzët që të kuptojnë fjalët. Nuk e bën njeriu, e bën makina. Pra e bën automatikisht inteligjencë artificiale. I kanë programuar gjuhën shqipe, i kanë programuar buzët dhe buzët lexojnë fjalët, gërmat. Në fjalë prodhojnë fjalë dhe gërma, që lexojnë inteligjencë artificiale.
Deri dje kanë qenë njerëz specializuar që mund ta bënin gjë të tillë, që i vendosin kamera dhe fillonin leximin dhe marrin shënime, dhe ndërtonin strukturën. Kjo është bërë në teknikat e përgjimeve të FBI, të kudo në botë, dikur, që lexonin buzët nëpërmjet specialistëve. Pra ai shikonte, ty ka thënë tani fjalën okay. Ky ka thënë duhet vritet filoni, po the. Dhe këta punonin me këtë mënyrë, po nuk merret si provë gjykat, po shërbente për indicie. Aktualisht teknologjia e informacionit ka ecur dhe kanë arritur të lexojnë buzët me teknologjinë e informacionit, me kamera. Dhe Rama i ka marrë këto kamera dhe i ka instaluar tek kryeministria dhe tek kuvendi. Dhe ata arrin ta bëjnë këtë gjë. Tash në një situatë si kjo, në këtë bunker ku është Hitleri jon, fsheu brenda, dhe është në fundin e tij. Ai po përdor çdo mjet që ka në dorë. Dhe ai shpalli që Partia Socialiste do të partia fuksave shqiptar, zyrtarisht. Askush se tha këtë gjë, se askush s'ka lexuar tekstin. Dhe unë sfidoj këto. Merrni tekstin dhe lexoni. Dhe lexoni kuptimin e patronazhimit social. Që s'do bëjmë me patronazhim politik, do bëjmë mos u merrni me bojnët, po merrni me thelbin. Dhe lexoni të gjithë të tekst. Asnjë s'e ka lexuar, ishte i gjatë. Unë e mora, e strukturova dhe unë vazhdimisht më ndihmon shumë ChatGPT-ja që të marrë një tekst atë që dua duke ju kthyer tekstit. Pra, më ndihmon të gjej gjurmë brenda tekstit, dhe shkoj edhe unë nuk e pash më ke ChatGPT-ja informacion, nuk shkova lexova tekstin origjinal për të gjetur ç'është për patronazhimin social. Po më ndihmoi për ta gjetur këtë gjë. Prandaj unë i marr tekstet dhe ja vazhdimisht chatit, i them unë ChatGPT-s, GPT-s dhe bëj gjithmonë këtë gjë, sepse më ndihmon ta mos harxoj kohë shumë për të marrë informacion. Në një ditë unë mund të marr 15-20 tekste lajmesh të gjata dhe ja hedh direkt dhe i bëj pyetje, për çfarë flet kjo, se më analizoa, po çfarë thot për këtë gjë, se unë kryesisht më interesojnë gjërat e mia. Çfarë thot për këtë gjë? A dhe thot, nuk thot asgjë, ose thot këtë gjë. Dhe unë pastaj kthem tekst. Pra ja vlen më marr me këtë tekst, me analizu, me studiu, me marrë informacion. Kjo është ajo që ka thënë Rama, që unë e kam quajtur Big Brotheri 2026. Dhe mendoj që duhet ketë një reagim publik ndërkombëtar në raport me kthimin e një partie politike në Europë në një parti fuksliku. Fuksliku. Duhet që kjo javë të jetë java kundër patronazhimit. Unë kam bërë një këngë, ta kam treguar, ku kam nxjerrë 9020 emrat e fuksave të qarkut Tiranë, që doli lista e 2021-shit e patronazhistëve. Dhe kam bërë këngë me muzikën Rammstein, quhet Zombi patronazhist. Dhe kam bërë këngë me zombi. Këta janë zombi për mua, ata që janë të intervjuar. Tash më këtë do të thënë një çështje më të gjerë, edhe para zgjedhjeve, ka kuptim kjo gjë, duhet të vrasim patronazhimin. Duhet ta vrasim me gjitha mjetet. Se ashtu siç bën deputetët kanë frikë me dalë në rrugë, do të gjejmë zgjidhje edhe për patronazhimin. Nuk mund të vazhdojmë kjo gjë dhe duhet që të shpërbëhet gjithë sistemi i patronazhimit. Duhet të jetë objektiv real, nuk jetohet një shoqëri me fuksa. Ne duhet ta zhdukim fukslikun nga shoqëria jonë. Dhe këta fuksa që janë të moshave të ndryshme kanë një krizë brendshme ku kanë braktisur detyrën me mira vetë në gjithë Shqipërinë, fuksa flas, patronazhist pra. Dhe këta kanë ngritur tashmë në duart e një grupi patronazhimi të moshës së tretë, të cilët janë këta debilet që kanë harruar me vdek dhe duan t'ia vrasin të ardhmen fëmijëve shqiptar dhe të rinjve shqiptar për llogarit partisë dhe të Edverit përkatës. Si vinë këta, i binë derë shtëpisë dhe ne mund të themi 2 fjalë për zotin tonë të madhe Edi Rama. Rama faj tjetër që tha, duhet i dëgjojmë, pra duhet të mësojmë nga ta, marrin veçallë shka. Pra ti nuk do kesh më një komshi që të pyet si e nga shtëpia. Ti do kesh një spion që të pyet si i ke nga shtëpia. E kuptove diferencë. Tonaliteti, kini menjen o popull ke tonaliteti si... Sa të shif një socialist që nuk ka reflektu, që si ka bëhë muti në falë për shprejnë këty, ne? Keni parasysh që është një fuks me detyrë për të marrë vesh çallesh këtij shtëpi, që ti raportoj ke partia. Kur shif një socialist që nuk ka reflektu, pra që nuk ka dhënë, nuk i ka bë dalje këtyre plerave, nuk po ju pyet për të mirën tatë. Është një spion që po mbledh informacion për ju. Ky është mesazhi im për çdo qytetar. E u këthy koha xhaxhit prap 2026-na? Janë gramat e fundit të degradimit të Bishës. Bisha parangordhjes.
Ti e di që bisha e Parangordhjes është shumë hakmars, shumë e lik. Dhe po e ka kocë, është duke ngordh. Ndaj vesh të patronazhimit, nxjerrë dhe si video vete, se ishte kandidat. Veç. Se njerëzit lexojnë mediat, kupton, shohin televizionet, duhet të shohin podcastet, jo të mijat me ty, të gjithëve, edhe të mijat me Shpenin, me Altinin, po ato që bën Shpeni me Altinin me tjerë, dhe timet e tjerë, filloni shihni podcaste, jo të plerave të qeverisë, njerëzve të lirë. Mos merrni informacion nga mediat, se ja, për këtë gjë kaq të rëndësishme, su ka fol kush këtë javë. Është një ngjarje javës politike po ta kapësh. Si punat e serave, edhe kjo brenda ditës të serave. Se kjo është shpulla që i dha Zoti patronazhimit social, pra fukslikut total, që është ndryshe.